Të gjitha këto, çfarë kërkojnë nga ne? Kërkojnë nga ne që të mos filozofojmë, por të përqendrojmë të gjithë forcat tona për të larguar nga pushteti këtë pushtet krimi. Sepse, për ndryshe, zgjedhjet tjera do i ketë 63%, minimumi. 63 ose sa të dojnë. Ndaj dhe duhet të fillojnë protestat, duhet të besojnë protestës, duhet të organizojnë protestat, duhet të fillojmë sa më parë, i kemi filluar ato që janë te kryeministria, por me datën 22 duhet të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi pengesë përkundrazi, nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjatë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të tilla.